Përshëndetje, jeta është qef. Tute lagja jon, jeta nuk është me qef. Edhe pse është kjo nga zonat më luksoze të kryeqytetit, ku çmimi për metër katror të banesave i kalon 2.000 eurot, Kodra e Diellit po përballet me një sër problematika serioze që po ndikojnë drejt për drejt në cilësinë e jetës së banorëve. Përveç rrugëve të ngushta dhe mungesës së parkimeve, prej javësh rezidentët janë përballur edhe me një tjetër problem shqetësues, grumbullimin e mbeturinave dhe inerteve në trotuare. Sipas tyre, kompania koncesionare që ka kryer punimin në rrugën e zonës ka përfunduar projektin, por ka lënë pas materiale ndërtimi të shpërndara në hapësirat publike. Inertet kanë bllokuar trotuaret duke bërë të pamundur kalimin e këmbësorëve, sidomos të moshuarit dhe nënat me fëmijë. Banorët i kanë përthirrje kompanisë së ndërtimit, ashtu edhe shërbimeve të pastrimit për të pastruar sa më shpejt rrugët. Ata kërkojnë ndërhyrje urgjente nga autoritetet për të rikthyer normalitetin në këtë zonë, e cila për ironi të fatit është ndër më të shtrenjtat për të jetuar në kryeqytet.